gjatë diktaturës, diktatori Enver Hoxha i kishte sekret shpenzimet dhe i kishte pakufishme. Por diktatori Hoxha duhet të pranojmë se shtëpin 4-katëshe të re që ndërtoj nuk e regjistroj as në emër të vetin, as të familjes ti. Jo, e regjistroj pronë shtetërore dhe ajo sot është pronë shtetërore. Njeriu që ka bërë 140 e sa udhëtime me avion taksi për veten e tij, dhe që akuzohet se me këta avion valizhe diplomatike ka transferuar 100 milion euro të drogës dhe trafiqeve, të bitcoinëve dhe tjera. Akuzohet se ka transferuar ngarkesa droge, që refuzoi Komisionin Hetimor Parlamentar për hetimin e këtyre transfertave, që refuzoi Komisionin Hetimor Parlamentar për të verifikuar të dhanat që thonë se validve diplomatike të charterit e Edi Rams janë me numerike, se të gjithë kryeministrave europian të marrë së bashku në një vit, apo presidentëve, tani kaloj në një akt, thash dhe njëherë, që ka ekzistuar në Shqipëri vetëm në kohën e diktatorit Enver Hoxha. Partia Demokratike nuk do pajtohet kur me një vendim të tillë të turpshëm. Edi Rams dhe kukullave të tij, të cilat, siç duket, janë në një verbëri të plot, nuk kanë asnjë interes publik, asnjë interes qytetar, nuk njohin asnjë ligj, asnjë kushtetut, asnjë normë dhe standard përveç Edi Rams dhe interesave të tyre. Unë sot gjithashtu para jush duhet të përshëndes dhe njëherë